Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i pestë poshtë këto që flasmi rreth një temë me titullin Jeta në varr. Se si kalon jeta në varr, çka ka ato, si shkon, çfarë pyetje, përgjigje këtu, vetëm se ende s'kemi hyrë në varr. Jemi duke u përgatitur ne që shkon do procedura para se njeriu me hyrë në varr. E kjo është e pesta që flasmi për këtë temë. Edhe herën e fundit tham se me që puna me ndru jetë njeriu, me vdek, nuk qenë ka elit. Qenë ka e rond me ndru jetë. Pastaj melek po të vikan në momentet e vdekjes, e po i sheka njeriu meleket në momentet e vdekjes, e të mirët, po e përshëndet ka njeriu në mirë, e të këshit, do më për njerëzit e këshit, po ju thuj kanë në fjallë të ronda, e pse dhe për tu henes do të flasmi detaje. Por, pyetja në herën e kaluar, tham se a thu, dikujt i mërzitet jeta, problemet shumëta të jetës, ngarkesat shumëta, a i lejohet me thonë Zot, merr ma shpirtin. A është e mirë që kje përdo me thonë Zot, merr ma shpirtin, po du me vdek, vjen kisha me vdek, a ban apo jo. Fillum mi përmend argumente se muslimoni me jetë të gjatë është nëse është musliman dhe ka ymër të gjatë, ka jetën e gjatë, është ma mirë, është e mirë për të, është e mirë për të. Si argumente përmenëm hadithin që ka sjell Imam Ahmedi, e Tirmidhiu, dhe Sheikh Albani ka thonë hadith që vërtet dhe të tjerë, kur tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, khayrun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Njeriu më i miri është ai që i zgjatet jeta dhe i shtohen veprat e mira të tij. Pra hadithi po thoj ka që kë njeri mirë, nëse të zgjatet jeta, edhe të shtohen veprat e mira. Pastaj me një hadith tjetër të ngjashëm me tonë që ka sjell Tabaraniu, edhe Abu Nuaimi, edhe Albani edhe të tjerë kanë thonë është Sheikh Albani ka thonë është i vërtet hadithi, kur tha pejgamberi me një fjalë tjetër, malavdruese, kur i tha Tuba liman tali umruhu wa hasuna amaluhu. Të lumt ata. Tuba është i thonë një pamës në xhennet. Po për marrë me kuptimin e parë. Kur i tha pejgamberi të lumt ata që ju zgjatet jeta dhe ju shtohen veprat e mira. Pra, nëse shohim ai haxhi, nëse shohim ai haxhi, na jo të moshuar që e shofmi burri mirë, i sjellshëm, namazle, fetar, si nihet fardzon e heq, ky hen hadithin, tuba, të lumtaj, i lumi aj. E tani është e drejt, një fjalë që përdoret në popullatën tonë, kur themi për disa të moshuar, ose të moshuara, lum aj, ose lum ajo. Për këta, kemi të drejtë. Se na gjykojnë ashka shohmi jashtë, në zemrat e njerëzve nuk i hymë, dhe s'kemi të drejtë, dhe s'mujmë. Ndërsa nëse shohmi tash në të moshuar, i thënë e i lumi aj, apo bërimi po do kje, i lumi aj, po falke, po agjerejke, nëse s'po me keme agjeru, po e shpagujke, po shkejke në gjami, s'fjoni ke zoni, po i themi lumi aj, se kështu i tha pejgamberi. Po ato që kanë nxjerrë prej hadithit, pejgamberi e boni të lumt, i lumi aj që po ju zgjat ka jeta. Nga që të dy hadithe që i përmenda, jep me kuptu se qenë ka e mirë. Qenë ka e mirë nëse muslimonit i zgjatet jeta. Qenë ka dhe shenje mirë të kaj, i zgjatet jeta dhe ban vepra të mira. E nga që kja, e nxjerrmi që nuk këto hadithe nuk po e lavdrojnë atë titullin që e nisa, se
a është mirë na me thonë, a ban me thonë, ose a është mirë me thonë o Zot, merr ma shpirtin, se jam mërzit. A kë ka e mirë? Sipas këtyre haditheve nuk qenë ka mirë. Me një hadith tjetër të ngjashëm që na tregon neve se nëse muslimonit i zgatet jeta, është e mirë, vjen prej Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, e sjellë Imam Ahmedi musnedin e tij, edhe Sheikhul Albani ka thonë është i vërtetë si hadith, thot, ishin një dy njerëz shuk në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe njëri prej tyre në një prej betejave, prej luftrave që ndodhi, ra shahid gjaq. Ra shahid. Edhe me ra shahid është punë e madhe. Jeni parasysh, është punë e madhe. Kur shkoj një vjet, mas një vjeti vdeq kë shoku i tij i dyti. Nuk ra shahid. Por i erdhi e gjeli, caktimi se ka pas me jetu, edhe vdeq. Tregon Talhata ibn Ubaydillah, një sahabi i madh, i kohës pejgamberit, të keq ngjarja që kjo ka përmenda, po ndodh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Talha ky sahabiu tha një net për netve, masi që vdeq ky i dyti, nuk ra shahid, por veç vdeq, një net për netve tha Zoti ma mundsoj edhe e pash në ëndër xhennetin. E pash në ëndër xhennetin. Kur që ato përveç tjerave që ka pash në xhennet, mu paraqit se ky njeriu i dyti tashti që jetoj një vjet ma shumë, por që nuk ra shahid. Mu paraqit në ëndër se ka hyrë në xhennet para shahidit. Edhe ndul gjumi. Kur ndul gjumi, normal fillimisht me ëndër, nuk kemi kështu të drejtë na me gjyku senet, por ëndra u sqaru prej pejgamberit. Edhe Talha ky shkoi tek pejgamberi, thon ja Rasulullah, se pejgamberi ka qenë edhe komentuesi i ëndrave. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, përveç tjerave të shumë të që ka pas, edhe ka ditë komentin e ëndrave, që ose shumë herë në mëngjes ju ka thonë shok vetë jo shok të mi, mos ka pone kush na ëndër. Edhe ka shpjeguar nëse ka pone kush. Ndërsa këtë mëngjes Talha tha, ja Rasulullah, e kum po tha një ëndër që ditshme. Tha çka është Talha? Tha kum po një ëndër që a din ata dy shok që kena pas? Dhe po. Ai që pa të ra shahid, po. Ai shok i tij që pa të vdek një vjet mrapa, po. Tha apo është në ëndër që ky i dyti, edhe pse s'ka ra shahid, ka hinë xhennet para ti shahidit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam si aktaj, e pse po çuditës tha Talha. Pa nuk është ky i dyti që e ka agjeru një Ramazan të plot pas ti, se një vit. E ka agjeru një Ramazan të plot pas ti. Pas, a nuk është ky që ka falur dikuja 7.000 recate ma shumë, ose një vit ma shumë është falë, që ai si ka pas, ai ka ra shahid për ka shku. Ndërsa kjo një vjet tjetër ka agjeru një muj të Ramazanit plot. E kaq mi recate, një vjet është falë, ka falë ma shumë. Tha, kjo është arsyeja, tregon Talha u çudita. Por nga hadithi e kuptojmë se sa e rëndësishme qenka jeta e muslimonit nëse është i hajrit, nëse është i mirë, nëse ban vepra të mira. Edhe nga hadithi nxjerrë se s'qen ka dhe bash e pëlqyer me thonë, o Zot, merr ma shpirtin. Pse me ta marr shpirtin? Kur nëse je njëri mirë, nëse po bën që vepra të mira, po të shtoj kanë shkallët, darajatet, pozita, po të shtoj ka për në ahiret. Po të jep ka mundësia, se ka mundësi njëni për shembull jeta ju bëhet bajat, por ka plot gjunohe, plot meta që për të s'është pendu. E pse ju ka bën shansa për pendim, pendohet. Nashta në këtu muj ju ka kujtu mu pendu për një x vjedhjen.
Muin e ashëm I kujtohet se kryti, u pëndova. Muin tjetër I kujtohet edhe për këton. Vitin e ashëm shkon nashta 2-3 herë numere. Vitin tjetër shkon haxh krejt. Edhe krejt këtu, nëse janë, atëherë ma e pëlqyme është mos me kërku vdekjen. Një hadith në gjashëm që ka sjell prap Imam Ahmedi Tirmidhiu, njëherë për herë e pyetën, se në fillim unë veç e thash, tha pejgamberi, njeriu më I miri është ai që I zgjatet jeta, që I zgjatet jeta, edhe I shtohen veprat e mira, ky që ka njeriu më I miri. Ama në këtë hadithin tash që po e nisi, edhe ky është I saktë, edhe shkalbon të tjerëve, kur e pyetën pejgamberin. I thanë, ja Rasulullah. Thanë, ja Rasulullah, eju nasi khajir, o I dërgumi Zotit, çka na thu ti? Cili prej njerëzve është më I miri? Kujt prej njerëzve muna me I thonë që kjo ka më I miri? A din si akta e pejgamberi alayhis salatu wasallam I tha man tali umruh wa hasuna amaluh. O ju shoktemi, më I miri me që ju po më pyetni se kush është më I miri, tha më I miri është ai që I zgjatet jeta e tij dhe I shtohen veprat e tij të mira. Por ky hadith për dallim nga I pari I ashtun ata pyetjen. I thanë ja Rasulullah, ayun nasi sharr. E nëse ka kështu pra, cili prej njerëzve është më I keqi? E nga që kjo pjesë, ndonjëherë kemi të drejtë me mendu për një dikan që ka I keq. Për kanë, pejgamberin kur e pyetën, e cili është njeriu më I keqi? I tha pejgamberi, man tali umruh wa sa'a amaluh. Njeriu më I keqi është ai që I është zgjat jeta, ka jetu gjatë, I është zgjat jeta dhe veç I janë shtut këqijat. Dhe s'ka pas përmirësim, s'ka pas pendim, s'ka pas kthyrje në rrugën e Zotit, por ka pas shtim të jetës, por njëherët edhe shtim të veprave të këqija. Nga që kjo thash ndonjëherë, kur mendojna për disa njerëz që I kanë bën ashta 70 ose edhe më shumë, apet të këshyrë ato, mu fal, nuk falet. Me agjeru, nuk agjeren. Me bo kefaret agjerimin, seba. Me bo vejpat mirë, as gjumon nuk vjen. Bili anis ka pak edhe sene shkëmben, lafët këshia edhe thumbën njerëzit e mirë. Atëherë, kemi të drejtë me mendu për që tonë që kjo vërtet është I keq. Kjo vërtet është I keq se hadithi po thot njeriu më I keqi, por ajo kur të shihni në ai plak, se kam për këtë, se në ai barabat, po them se në ai plak që është I tillë, hadithi po I thot është njeriu më I keqi. Se s'don hale Allahu as s'ka dosht që ati që I boni 70, 90, e në 100, edhe s'ja ka mundsu Allahu m'ja hap sytë e zemrës, edhe mu pëndu, edhe me hy, edhe me pranu Islamin, ose me hy në Islam, ose me praktiku Islamin. Pra e llogarit për të kësheve agji. E llogarit për të kësheve me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej dietarëve e Tibi, njëri prej dietarëve islam, në literaturën islame, ai quhet e Tibi. Kë a din se e trajton çështjen e kohës? Koha thot është sikur një shumë parove, kokën e pareve, e ka një shumë të pareve një njeri, edhe është ai tregtar. Shka ja merr mendja thot, nëse njoni për koha si kohë, ai e shëndron pare, e ban si krahasim. Njoni ka shumë kohë, po I bjen që pas ka shumë pare. Tha edhe njoni ka pak kohë, ka pak pare, a dytë janë tregtarë. Dytë këshyrin, çka e mërmenja, thot Imam Tibi, cili prej këtyne ma shumë kishte me pas shansa për me përfitu. A që këtë që ka pare ma shumë, pra që ka kohë ma shumë, a që ka pare ma pak, pra që ka kohë ma pak. Cili ma shumë? Çdo I men që kishte me thonë që qaj që pas ka pare ma shumë, shansën për tregti e pas ka ma të madhe. Pra ai që ka kohë ma shumë, shansën për veprat mira e ka ma të madhe. Për këta e sjella dhe këtë ngjarje të këtij imami. Nga që kjo kuptuhet se me jetu gjatë
me vepra të mira, është e mirë. Edhe kuptohet për kësaj çka I përmenda se nuk është e lavdëruar me I thonë, me ju drejtu Zotit o Zoti madh, merr ma shpirtin, se mu ka bo bajat jeta. E në veçanti për çështje dunjos, se kjo temë vazhdon edhe pak. Por në veçanti për çështje dunjos, nëse tu ka bo bajat se varfria të ka kop, nëse tu ka bo bajat që bashkëshortja nuk po del për qefi, ose bashkëshorti si ka dorë për qefi, dhe me myt veten, në dina kësi raste, kërejt këtu hinë që ka I përmenda, në që tonë se nuk është e pëlqyë. Bili, e kem përmend djetarët tanë, I thanë një të moshuari me një kuh. I thanë, o ti I moshuar, s'pa thamë dhe gjik. I thanë, o ti I moshuar. A ki qeth me vdek? Njeri kish bon vjetë. I thanë, a ki qeth me vdek? Mendimin nashta na mendojnë amena që po ajtët, po jam interesu me vdek. Po jo, kështu nuk ju përgjigj. Aleikum selam. I tha kështu, tha jo, tha nuk jam interesuar, tha jo nuk jam, skotet. I tha jo nuk jam interesu me vdek, tha pse? Po ti e bo plak, I ke bon vjet, tha I ke bon vjet, apo unë ka shkuaja koha e sherrit të rinis. Kur jam ko I ri, kum pos shansën edhe të këshia kum bo bëll. E unë ka orë koha e khajrit, jam bo plak, mu punën e epshit nuk e kam. Mu kërejt që ka po mendoj tash, veç po mendoj për ahiret. Edhe kur të quhna për I shpis, kur dalë quhna me bismillah. Kur tullna dikon ta me elhamdulillah, erdha rahat. Tja nisi me ngron ta bismillah, elhamdulillah kur të kry. Edhe për me një Zotin ta, unë po du me jetu qështu, le të më shtuhet jeta, po du me jetu, të kam kuh të shtoj veprat e mira. Nga që kjo kuptohet se për çështje të dunjos, nuk është e lavdruar, nëse ki probleme dunjos, nuk është e lavdruar me kërku vdekjen. Që tani me shku në varr. Këtë jem titulli jonë është jeta në varr. Po halen njerë jem të shku para se marrë të jeta në varr, vetëm se nga që kjo kuptojna, po janë do rase kur dhe qysh na herë bëhet përjashtime, atë mbetin për herën e ashme. Lusmi Allah të na falë të mshërën, lusmi Allahun azza wa jalla xhennet me pejgamberet e në takon, walhamdulillahi rabbil alamin.